Shikues të televizionit të UTA, ne vazhdojmë të jemi së bashku me ditë e re. Ashtu siç kam lajmëruar, unë sot në studio kam një djalë të ri mjaft të talentuar në fushën e muzikës, por edhe në sport, e konkretisht në futboll. Kam kënaqësi që ndër të tjera është edhe një nxënës shëmbullor, ai është Ditjon Dragović. Përshëndetje Ditjon. Përshëndetje. Mirë se më vjen në studio. Ne kemi pasur rastin të njohim që shumë më të vogël, ku le të themi ka spikatur talenti yt në piano, në instrumentin e bukur të pianos, edhe në shkollën tënde të muzikës. Por nëse të pyes deri tani, cili ka qenë ai momenti më i veçantë Ditjon në muzikë? Momenti më i veçantë ka qenë kur kam marrë pjesë në garën e Beograd, në gara Davorinjenko, aty kam marrë çmimin special me 100 pikë. Më zhdukur se gjithë ai ushtrim ishte shpërblyer aty. Edhe ka qenë një ndjesi shumë e mirë sepse deri në atëherë garat kanë qenë tana online për shkak të pandemisë. Sa vite u bën në shkollën e muzikës edhe me pianon? Unë në shkollën e muzikës kam hyrë në klasën e parë në moshën 6 vjeçare, deri me tani jam duke ushtruar tash 8 vjet. Sa orë i kushton ti në ditë? Sa praktikon pianon? Unë praktikoj rreth 1 deri në 2 orë në ditë, por pianoja kërkon më tepër praktik, duhet të ushtroj më tepër. Por unë nuk kam mundësi të ushtroj shumë sepse kam edhe mësime për të ndjekur. Tani, i angazhuar në shumë fusha, në muzikë edhe në sport, por nëse mbesim akoma tek muzika dhe tek gara, tek performanca, çfarë emocionesh merr ti kur del para publikut? Kur dal para publikut kam një ndjesi lirie dhe fuqie. Se pari kam paksa emocione, por kur i vet duar mbi tastier, nuk shoh dhe nuk di kur gjë tjetër është vetëm una muzika. Është vështirë të mësohen ato notat? Si ka qenë për ty? Ishte paksa vështirë, ama gjithçka me mësim mësohet, me praktikë. Si e kombinon Ditjon këtë që ti je një nxënës shëmbullor edhe një artist i mirë në muzikë? Po sekreti është organizimi, provoj të kem një orar të caktuar, edhe kur merrem me një aktivitet përkushtohem ndaj asaj. Edhe nuk mendoj për gjëra tjera, por nganjëherë është shumë vështirë për t'i përballuar të gjitha. Tani të mësosh pianon edhe të jesh i përpikt në piano, atë ka ndihmuar që të jesh i tillë edhe në mësimet? Po, pianoja më ka mësuar disiplinë, përqendrim e durim, këto më kanë ndihmuar t'i përcjellim me lehtë edhe mësimet tjera. A mund të themi që është muzika dashuria e parë, pastaj vjen sporti? Ja, se sportin qysh se kam qenë fëmijë, ma i vogël që në klasë parë gjithmonë kam luajtur me babën tim edhe me dajën, njësoj gjithmonë kam luajtur me ato dy, edhe pastaj kam filluar të ushtroj në piano. Kur u bëre pjesë e Otrant Olimpik? Unë në klasën e 6 kam filluar të ushtroj në ekipin e futbollit, janë bërë disa vite. Cili është pozicioni yt në ekip? Unë më tepër luaj si mesfushor sepse ndihem më mirë aty dhe mund të kontribuoj edhe në sulm edhe në mbrojtje. Si është kjo atmosfera në klubin Otrant Olimpik? Si e keni? Atmosfera aty është shumë e bukur, jemi shumë të veçantë sepse të gjithë jemi si një frymë e ekipes, të gjithë mbështesim njëri tjetrin dhe përkrahim njëri tjetrin dhe kjo gjë gjithmonë na ka ndihmuar në çdo ndeshje. Ka pasur ndonjë moment Ditjon që ke thënë nuk mund t'ja dal me gjitha, me shkollën, me notat mira, me muzikën, me futbollin? Po ka pasur shumë raste ku jam lodhur, por gjithmonë dëshira jeme ka qenë që të jem më i mirë se dje, edhe më tepër mbështetje më ka japur familja ime, po ashtu edhe profesoresha Merita Subashi Shabanović, edhe trajneri im Halid Dalit Ruma. Tani kur me rezultatet mira nga konkurset, nga pjesëmarrja jote në piano, por kur edhe shënoni gol në fushën e gjelbër të futbollit, a janë emocionet njëjta për ty? Po, njësoj janë emocionet e njëjta, po. Çfarë të shtyn më shumë? Tani ku mendon se do jesh në vazhdim? Në muzikë apo në futboll? Po, në vazhdim e arme do ta përcaktoj vetë. Kam qef të jem në të dyja aktivitetet të jem ndër më të mirët, por e armja do të caktoj vetë, po ashtu jam i mirë në mësime, kështu nuk di. Në mësime nga këto lëndët të cilat nuk kanë bënë me sportin edhe muzikën, çfarë po të fle më shumë? Ku je më i mirë? Po, më i mirë me pëlqen matematika, të zgjedhë shumë probleme edhe aty më shumë me tepër. Ke një ëndër tani për momentin që ke dëshirë ta arrish?
Për momentin kam qef të jem pjesë e një orkestre të madhe në muzikë dhe të luaj për ekipin tim të preferuar për Barcelonën në nivele më të larta. Ta dëshiroj me gjithë zemër. Faleminderit. Kur ushtron edhe kur je kaq i disiplinuar siç është ditjoni, mund t'ja dalësh. Tani ka shumë të ri të tjerë që ndoshta kanë ëndra dhe pasion muzikën apo edhe sportin. Çfarë ju thuat? Kur mos heqni dorë nga ajo që doni, edhe gjithmonë provoni të jeni me mirë se dje. Kur mos heqni dorë kur ishte vështirë dhe duheni aty se çfarë bëni. Me notat kemi filluar apo jo? Në shkollë? Po. Deri tani? Deri tani Rezultate shëmbullore. Dhe t'jon falenderoj që ishe me ne, edhe uroj shumë që t'jesh gjithmonë një djalë pozitiv edhe një djalë me arritje të mëdha. Diçka të fundit mund të lajmërojmë ndoshta garat e radhës në shkollën e muzikës apo edhe me futbollin? Garat fillojnë nga pranvera në muajin shkurt, po në muajin shkurt edhe mars aty fillojnë, kurse në futboll luajmë ligën. Jena duke luajtur ligën e Malit të Zi, që luajmë vetëm ekipet e pjesës së jugut Malit të Zi. Shumë suksese, Detjan. Faleminderit. Faleminderit që ishe me ne.